E pazakont në Durrës, çifti irlandez gjen mbi 41 milion euro pranë supermarketit. Një çift irlandez është gjetur në një situatë të pazakont në Shqipëri. Policia e Shkodrës njoftoi se ata kanë dorëzuar mbrëmjen e sejntes në drejtori një shumë prej 41.000 eurosh. Ata kanë deklaruar se parat i kanë gjetur në 26 mars në afërsi të një supermarketi në Durrës. Shtetasi KS, 42 vjeç, dhe bashkëshortja e tij, shtetësja KK, kanë deklaruar se shumën prej 41.000 eurosh e kanë gjetur në datë 26/3/2025 rreth orës 15:30 në afërsi të supermarketit Spar në lagje nr. 13 Durrës, njoftoi policia. Autoritetet po vijojnë hetimet për të zbuluar se çfarë ka ndodhur saktësisht.